Do të diskutojmë me analistin Adrian Zeqiri për të lexuar çfarë po ndodh realisht prapas skenës së ngërçet institucional në Kosovë. Tungjatjeta zoti Zeqiri. Tungjatjeta jetë mirë. Pa të mundësi që dje të shohim, të ndjekim shkëputje nga bashkëbisedimi i zotit Kurti me shqiptarit e mërguar në Londër, edhe qasjen që një lloj narrative, si thush, e përpjekjeve deri të dielen, deri në fund të afatit, që e lejon kushtetuta. Çfarë sheh personalisht? A pranon mungesën e numrave më në fund zoti Kurti, apo është vetëm për konsum publik? Po, dëgjoj, këtu janë dy çështje. Në një demokraci numrat gjithmonë mungojnë. Përveç se në shtetet diktatariale ku partitë në pushtet fitojnë me 70-80%, në vendet demokratike numrat mungojnë gjithsesi, sepse rrallë herë që një parti i siguron të gjitha votat, sidomos në kontekstin e demokracive evropiane, domethënë demokracive proporcionale, ashtu siç jemi edhe ne në kontinentin evropian. Është përjashtim këtu bën vetëm Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat përdorin një sistem majoritar. Sistemi majoritar edhe me përqindje jo të madhe i lejon partive politike që ta kanë një shumicë në parlament ose kuvend. Kështu që mungesa e numrave është e zakonshme. Çka është e pazakonshme është një mos gatishmëri e partisë më të madhe që të negociojë me parti tjera. Përderisa ne ndëgjuam zotin Kurti, ai edhe ofertën të cilën nisma ja ka bë ishte e pamjaftueshme për ta, ose nuk ishte e duhura. Parti tjera kanë refuzuar që të bashkëpunojnë me ta. Këtë e kanë bërë për shkak të gjuhës dhe sjelljes së zotit Kurti. Ai foli në Londër edhe për një helmosje të skenës politike në Kosovë. Këtu gjithsesi se nuk besoj dikush që nuk pajtohet me të, po ai që ka kontribuar më shumti në helmosjen e kësaj skene politike është pikërisht vetë Kurti. Edhe sa i përket ofertës të cilën nisma e ka bërë për lëvizjen vetëvendosje për bashkëqeverisje, ai u mundua që të arsyetojë nëpërmes një logjike të brendshme të tij, çka ai konsideron e drejtë ose jo të padrejtë. Dëgjoj, në skenën politike dhe në negociatat mes partive politike nuk mundesh ti me prit që partitë të tjera politike që kanë lider tjetër, që kanë identitet tjetër, që kanë elektorat tjetër nga ajo të cilën e ke ti, të sillen në njëjtën mënyrë që ti pret ato të sillen. Kështu që për këtë arsye negociatat janë gjithmonë të vështira, sepse partitë mundohen që ta maksimizojnë votin e tyre të cilën e morrin në mënyrë të pavarur në zgjedhjet nacionale. Kështu që situata është këtu që jemi. Disa diagnoza zoti Kurti i dha të sakta, fatkeqësisht në shumicën e këtyre diagnozave ai është në krye të pengimit të procesit. Kur jepet diagnoza zoti Zeqiri, pritet që të jepet edhe shërimi. Kur të jepet diagnoza, pritet që të jepet edhe ilaçi për të trajtuar atë. Si trajtohet inati e xhelozia në politikën e Kosovës si diagnozë? Dëgjoj, zoti Kurti ka ardhur në pushtet nëpërmes në vitin 2021 kur e shfrytëzoi apo ka shfrytëzuar një situatë gjeopolitike pandemike globale
e cila u bë një farloj fortune e perfekte në mënyrë që ta katapultonte ato në për masat të cilën e kemi pa në këto 5 vitet e fundit. Dhe ai ende mendon se jeton në një botë ku ai komandon shumicën absolute të votuesve kosovar. Kjo nuk është rasti, e kemi pa që në këto zgjedhje ka pësu dikon 10% ramje. Unë besoj që në raste do të kemi, jam i bindur se do të kemi zgjedhje tjera, ai do të pëson edhe më shumë ramje. Kështu që situata politike është ku skena politike nuk trajtohet sikur ne dhe ata. Zoti Kurti e ka instalu një lloj logjike në terma psikologjik që quhet narcisizëm ontologjik, ku ti përveç se mendon që je më i miri, ti beson se je më i miri dhe beson se gjithmonë e ke të drejtë dhe se të tjerët janë ata që janë problemi. Në politikë nuk funksionon. Nuk funksionon as në jetën bashkëtorë, e hiç më pak në një garë të hapur politike ku secila parti ka identitet dhe ka ego të vete të elektorale dhe secili lider. Kështu që aja koncepti që vetëm Albin Kurti e ka mirë dhe ai është vete mira, vete drejta. Ky është koncepti ontologjik. Domethënë kur ti beson që ti je burimi i të drejtës dhe të mirës. Pastaj a duhet edhe subjektet politike ti përgjigjen për vendin, po përpiqemi që ta rikthejmë linjen me zotin Zeqiri, po jemi në linjë. Tani, zoti Zeqiri, a duhet të përgjigjen edhe subjektet tjera politike në mënyrën se si po i përgjigjen në këtë formë, thjesht duke mos dashur që të jenë në diskutim për qeverinë e re të Republikës së Kosovës. Po pres që linja të jetë gati me zotin Zeqiri. Po flasim pra për mundësitë për formimin e qeverisë së re të Kosovës, për ngërqjen e numrave, sikurse po quhet në mënyrë të vazhdueshme. Tani po besoj se jemi në linjë, të më konfirmoni? Po, në rregull. Po, patëm një shkputje, nuk e di, pa probleme. Sa ka pas probleme dje dhe sot. Rregullohet edhe kjo. Përtej asaj që folëm, si ishe përgjigjet e subjekteve të tjera politike, do më thonë, LDK, PDK, AK, nuk duan që të diskutojnë fare. Edhe së fundmi ka pyetur Radio Televizioni 1-1 këto ish partit e opozitës dhe kanë thënë se nuk preferojnë të bashkëpunojnë me kryetarin e lëvizjes vetëvendosje për formimin e qeverisë së re, me arsyetimin se Kurti gjatë qeverisës së tij ka sjellur dëme të mëdha vendit. Ndërkohë kemi edhe një konfirmim të deputetit vetëvendosjes Halil Thaçi se thotë se është momenti që të zgjidhet qeveria Kurti 3 dhe ne si LVV presim reflektim nga ana deputetëve të opozitës që të bëhemi bashkë dhe të krijojmë institucionet tona. Si krahason këto përballje, si gjykon këto përballje të subjekteve politike? A është mirë për vendin që të ketë barrikadime të kësaj natyre? Jo, nuk është mirë gjithsesi, po jemi qartë, ne jemi dëshmitar, mos të harrojmë hala pa përfunduar zgjedhje të mirë, zoti Kurti i quajti me fjalë të tjera kafsh të gjithë liderët tjerë politik në Kosovë. I tha hajvana. Do të thotë kjo gjuhë kur përdoret normalisht nuk krijon kushte të mira për negociata për bashkëqeverisje. Mandej ato ofertën të cilën ja bëri LDK-s ishte më shumë një lloj letre ku ai tregonte LDK se sa poshtë është dhe sa gabim është dhe se ai mund ta shpëtonte LDK-n gjithsesi ta shkrinte në partinë e tij. Dëgjoj,
zoti Kurti mund të arsyetohet para votuesve të tij në Londër, atyre simpatizantëve, mirë po fjalët e tij, sinqeriteti i tij, dëshira e tij gjenuine për me kriju koalicione qeverisëse o shpa dhe se kjo dëshirë ka mungu plotësisht. Ai krejt këtë periudhë të ngërçit institucional që jemi 8 muaj po bën, e ka shfrytzuar duke u munduar me fajsu opozitën në mënyrë që ta rishkakton edhe një përsëritje të rezultatit të vitit 2021. Me alon me fjalë të tjera kam të arushës opozitës, edhe me thonë që apëshe këta i kanë fajet, edhe mandej me qu, me votue. Okej, sërish një shkëputje e vogël, po pres rregullim të shpejt për të vazhduar mendimin e tij zoti Zeqiri. Jemi drejt për drejt, gjithsesi, këtu në Radio Televizionin 21, në mënyrë virtuale po flasim me analistin politik Adrian Zeqiri në lidhje me ato që u thanë, u diskutuan në përgjithësi në vendin ton, çfarë po ndodh, regjia, më konfirmoni, faleminderit, po pres. Çfarë do të ndodh më tej në vend? Kemi edhe një çështje që është gjykata kushtetuese, çfarë do të ndodh nëse ajo vendos mase në përkohshme pas ankesës listës serbe. A do të shtyhet ky afat, a do të përfitojnë akoma më tepër kohë liderët politik për mundësitë e tyre për koalicione, apo do të ketë qasje tjetër në këtë çështje. Mirë, si duket kemi probleme për ta realizuar lidhjen live me zotin Zeqiri, po pres edhe pak qaste pikërisht për këto që përmenda tani në fund, të marrim një mendim dhe të diskutojmë në lidhje me to. Përderisa po pres, nëse është e mundur të realizohet linja, apo të vazhdoj me një bisedë tjetër, po kështu në lidhje me Kosovën në aspekte shqetësime nga vendi jonë. Zoti Zeqiri, po besoj tani jemi në rregull dhe dëgjohemi. Do doja pak, përderisa po i afroj minutat në fund, një mendim përderisa po afrohet fundi i afatit për formimin e qeverisë së re, kemi edhe një çështje që është gjykata kushtetuese. Nëse vendos masën e përkohshme pas ankesës së listës serbe, a jep më tepër kohë zotit Kurti si mandatar për të shikuar opsione të tjera për koalicionet e mundshme për qeverinë? Do të ishte në dëm apo në dobi? Ankesa e listës serbe, sipas mendimit tim, është e pranueshme dhe se gjykata kushtetuese do ta pranojë atë ankesë, sepse është bërë zgjedhja e zëvendës së kryesuesit serb pa shumicë serbe, të cilën e kërkon edhe fryma e kushtetutës, edhe rregulloria e kuvendit. Kështu që është e mundur që do të vendoset një masë përkohshme, e cila vetëm se do ta prolongoj këtë situatë, do ta fut në procedura të reja. Mirë po, një gjë është e qartë, nuk ekziston vullnet për krijimin e një koalicioni qeverisës, as prej partijës më të madhe, as prej partive tjera. Zgjedhjet janë të patjetërsueshme ashtu siç ka qenë prej fillimit. Do të thotë, është parë në fillim që lëvizjes vetëvendosje nuk i ka pëlqyer rezultati, ka lyp 500 kë, i ka marrë spedi 300 diçka kë, edhe do të thotë ka dashur me përsërit, vetëm se ka dashur me përsërit duke shkaktuar një krizë që më lën fajin opozitës. Këto nuk ka mujt me bë, sepse janë 3-4 vendime të gjykatës kushtetuese që e qesin në të drejtë qëndrimet e opozitës, i japin të drejtë qëndrimeve të opozitës, e jo të partijës më të madhe.
Kështu që kjo i ka dështu, tashti prap do shkojmë zgjedhje, aja retorika politike për me hedh fajin tek opozita, natyrisht se çka kanë tjetër se me thonë, A mund të ne i kemi pas fajet edhe se s'na ka pëlqyer me bon koalicion me partitë tjera. Kështu që përfund, a mund ta bësh të japësh një mendim sa do të prolongohet, cilat procedura do të ndiqen, a do të ndërhyj presidenti apo jo, e kështu me radhë. A mund të bësh të imagjinosh një skenar të procedurave deri të dielën dhe çka pas të dielës? Deri të dielën nuk do të ketë, ndoshta do të ketë një takim të kuvendit, ku propozohet mandatari për qeveri. Ky mandatar nuk i merr shumicën e votave, mund të votu 3 herë dhe mandej presidentja e ka për detyrë me dhënë mundësinë partisë dytë më të madhe, këtë rast PDK-s. Edhe PDK-ja aprovon në bazë asaj çka është deklaruar publikisht prej partive politike, as PDK-ja nuk do të mund ta krijon shumicën qeverisëse dhe kështu mandej vendi shkon në zgjedhjet e reja. Ose mundet që mos thirret fare kuvendi dhe mandej presidentja të reagoj të thotë që kuvendi nuk e ka përmbush kërkesën e gjykatës kushtetuese dhe me këtë rast e shpërndaj kuvendin ose e kalon atë mandatin kushtetues të cilën kuvendi e ka. Kështu që këto janë disa ose gjykata kushtetuese mund të ndërhyjë me një masë përkohshme edhe thotë që të rrisë zgjedhjet edhe një herë nën kryetari SB, e cila do ta kthente pikën prapa një muja sa kur u bë hera e fundit intervenimi i gjykatës kushtetuese. Këtu do të ketë kështu tërheqje e mos e kaput vetëm kush kujt pja lën fajin, mi po një është të qartë që qeveri me këtë konstelacion të forcave, me këtë rezultat të zgjedhjeve, me këtë mentalitet të partisë më të madhe, gjithsesi se nuk do të ketë. E qartë, unë të falenderoj shumë për kohën tuaj në këtë emision tonin drejt për drejt. Faleminderit zoti Zeqiri. Faleminderit, kërkoj ndjesë për pengesa teknike, po ishim... Është natyrshme, jemi drejt për drejt dhe është normale. Faleminderit shumë, faleminderit. Vërtet kënaqësi, bisedova me zotin Adrian Zeqiri drejt për drejt.